Hoxhë nderuar, çfarë gjykimi ka mbulesa e femrës në Islam? Elhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimi takon Allahut. Lavdrimet, bekimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton Muhammedin. Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar në Kur'an që femrat të mbulohen. Ai thot në surën Al-Ahzab: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. O profet, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarve që të hedhin mbulesën mbi trup. Pra të mbulohen, të mbështillen me mbulesë, duke mbuluar të gjithë trupin, sikurse kuptohet nga argumentet e tjera të shariatit, të gjithë trupin përveç fytyrës dhe duarve deri në kyçe. Mbulimi ashtu siç e ka urdhëruar Allahu i Lartësuar në këtë ajet të Kuranit është më afër që femra të dallohet si një femër e respektuar, e nderuar, me mbulesë, e ruajtur dhe të mos lëndohet, të mos u bëj keq kush, të mos hyhet, dhalike adna an yu'rafna fala yu'dhain. Atëherë në këtë ajet Allahu i Lartësuar ka urdhëruar femrat që të mbulohen. Gjithashtu, në një vend tjetër në Kur'an, në surën An-Nur, Allahu i Lartësuar thotë: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Thuaju besimtareve, le të ulin shikimet, le të ruajnë organin gjinor, do të ruajnë veten nga immoraliteti, të mos i shfaqin stolitë e tyre, përveç asaj që është e dukshme, pra stolitë e brendshme të mos i shfaqin, dhe me shamin të mbulojnë, kuptohet kokën, të mbulojnë qafën, gjoksin, të mbulohen mirë, ashtu siç duhet me shamin. Shamia, fjala khumur, khimar, e përmendur në ajetin e Kuranit, tregon mbulesën e kokës, me të cilën femra, sipas këtij urdhri kuranor, mbulon kokën, mbulon qafën, mbulon edhe gjoksin. Pra qartësisht, në këto ajete të Kuranit, Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar, pra e ka bërë detyrë femrës që të mbulohet. Që ky është një urdhër kuranor, është përcaktim i qartë i Zotit të gjithësisë në shpallje në Kur'an. Ndaj femrat e kanë farz, kanë detyrë të mbulohen. Dhe nëse një femër nuk mbulohet, ajo konsiderohet gjunaqare sipas argumenteve të shariatit.